Përshëndetje miq, shkojnë me vitën e radhës si gjithmonë, Samir Shtaku, Berat Bozhala, Leo edhe Partia Demokratike. Kështu që kur e marr pyetje Berati Samir Shtakun, e pranon gabimin. I vetmi është nga Partia Demokratike Samir Shtaku që i pranon gabimin për gjykatën speciale. Edhe për këta e që më shumë, sepse njerëzit me konë realist, kur njeri gabon, kërkan falje edhe u kry puna. Ama jo me gjutop, me këqyr me gjutopin dikun tjetër. Po mi që shkojmë të dëgjojmë videon e të diskutojmë së bashku. Zoti Shtaku, gjykata speciale është këtu për shkak të PDK-s. Pra, e kam shkruar disa herë tjera, ju keni qenë atë kohë i para burgosën edhe zyrtarët më të lartë PDK-s insistonin të ju që me bisedu me deputetët e Drenicës me votu tribunalin special. Prandaj nuk është as pak e ndershme as për zotit Veseli as për zotit Thaçi. Këta janë kryesorët, domethënë Thaçi dhe Veseli, që i kanë shtit gjithë për me votu gjykatën speciale. Pse po them këto? Sepse na kena po edhe në televizion, në parlament, kur Thaçi po të thonë kogja një fjallë tron, me thonë në atë kuptimin, ai që se voton gjykatën speciale është tradhtor. Kjo është shumë fjallë e ronë. Megjithatë, lëvizja vendose nuk e ka votuar. Kështu që shkojnë miq. Mi akuzu tash tjerë që po gëzohen për shkak të tribunalit special, sepse tribunali special sikur PDK të mos votonte nuk do të themelojë ky tribunal special. Unë mendoj që ka qenë gabim pe fillimi, po kjo tash jena para një situatë, domthonë që na kena mundësi. Kjo është miq ajo që thash që kur e pranon njëri gabimin, njëri fair, bota e pranon që është gabim, sepse ka qenë gabim. Ka qenë gabim me formu gjykatën speciale të i ditë që asnjë serb nuk ka më dënu aty për post shqiptarëve. E shqiptarë të shqiptarë. Ati o di që komandantat. Komandantat është shqiptarë të Kosovës. Atëre për çfarë arsye? Jo thëshin ka me bo Rusia, ka me bo çfarë arsye? Ato propaganda. Po, me çfarë dije e boni Thaçi këto, nuk e di. Me urdhët kujna, nuk e di. Të paktën, unë nuk e di. Partia e vetë në ashtë din, populli jo. Unë jem popull, populli nuk e dim pse. Ka që dezinformata që jo ka dasht me shti shok të më pështu vete, gjëja i kanë thonë që ti pështoni i shtim shok tu e sane, po këto jënë fjallë hava. Kështu që shkojnë amiq. Me folë shumë qka për... Po dhe pa më shti me akuzu dikën tjetër me thonë që po kësuhe? Jo, unë personalisht nuk e kam nërmend. Që kjo është ajo. Unë se qëtë gjishtin kërkujna. Edhe logikisht, me atë që gjishtin dikuj, gabon. Ti edhe çdo kush tjetër. Sepse tonë di me kena pa në televizor që shka qenë kjo punë. Shkojnë amiq. Unë kërkojnë në mjabë me gjeshtë. Pse ju kanë gëzu, gjykata speciale është e vërtet që ju kanë gëzu njështë. Durën kështë ka qunë fund, ajo është ma e rëndësishme se sa... Sa me për të nuk besoj, që ka njëri që ju ka gëzuë, mund me pas aty tek tuk, po me thonë Kosovë që ju ka gëzu, kësaj, jo, sepse na e dim që kjo e dëmton imazhin tonë. Kjo e dëmton imazhin e UÇK-s. E ne si shqiptar, si kosovar që kemi luftu, nuk e lejojmë me na dëmtu UÇK-n, me na dëmtu imazhin, për kur gjë. Mirë po, kur pa thonë ashtë më tha që a që se voton është tradhtar, e ka pasu një farë pikpytje. S'pëllë që me thonë të sen. Shkojnë e meq. Keshët dikush as keshët. Unë e kam thonë edhe në këtë studiet letjet ndërgjegjnë se cilit
deputet që ka që dorën për gjykatë speciale. Kjo është ai që ka që dorën, le të jetë ndërgjegje atina, por edhe ai që ka që dorën, Sami, o konë i obligum, sepse thaqe, me pa thonë një fjallë shumë tronë, mos e përmeni, mos e ripërsëres. Shumica aty që në kone kanë që dorën pe mos me që të rëtharë. Besojëne, kjo është analiza ime, nuk e di, po unë besoj kështu. Në fakt, le të jetë ndërgjegjen e kryesarit partisë, Po edhe i cili ka kërkuar prej deputetëve që mu votua ai. Unë ta thash se cili që ka që dorën. Sa mirë, po të me thonë që tha që ka drija, po po të unë të thash, për shpjegon shumë mirë, unë thash që se cilë që ka që dorën, ato i pare është thaqe. I dyti ka të veseli, e tjerë me ranë. A pe kupton për ranë? Për gjykatë speciale, le të jetë ndërgjegjen e tina, vëlla. Unë edhe që ka qenë gabim më i madh. Ju keni qenë pro... Nuk jena kundër drejtësisë, pa drejtësisë, po më ne kundër drejtësisë, ne jena shumë pro drejtësisë, po jo drejtësisë. Sami, kjo s'ka të bëj kurgjë me drejtësi. Na jem pro drejtësisë, pa tjetër, por u që kënë, mi denu, me bo ligje, me denu vetë vetën, kjo është merë, se na e kena ditë që kanë më denu vetëm shqiptarët, e jo sërbë. Edhe na kena ditë që akuzat e kena për sërbis. E se që akuzat për sërbis, ti ditë mirë nuk pret. As gjykat mirë nuk pret. Kjo është ajo që e dhëmshme. Selektive. Pse në atë kohë PDK ishte, pse në atë kohë zoti Thasi o zoti Veseli nuk ma vonë e nisën një fushat për me prish gjykatën speciale, e dim na, filloi natën, në mbledhën deshin me prish. Ka dalë. A mon me kur dojshin berat që një dinare jap me hin loj edhe s'mon del. Nuk më është i me lu me gjykata që rritu shti. Pe bëj, s'pe bëj, si ka të lullat që në konë. Që thëshën, unë takon, së më takon, unë takon, së më takoj. Po duhet në vakt. Po që ta thojmë pleç të na, mas pari me no, tani fol. Ose mas pari me no, tani në shkruj. E jo mas pari me në shkru, e tani me nu. Bëhat vonë ashtë. E në kryet herës, ishin shumë ma të relaksum këtë drejtim, pse në atë kohë e votonin edhe ma vonë tash provojnë me minu këtë proces. Unë tash nuk e di, unë menoj që tash gjykata speciale është çështje e kryme dhe unë menoj që nuk i duhet kërkojna me bo zhurmë rreth gjykatës speciale. Bravo. Kjo është ajo që po unë kam një pyetje për Berat Bozhalin. Berat, shish po të dhime ty ka qëmre burë dhe jetë ku ti je qaj që qaske thonë, për ashim thaqin. Ti e aj që ke thonë, unë kom qe me po ashim thaqin në burg, ose kom me shku në burg, për që ta. Me gjithë ka tazën, e shumë e tjerë. Shumë po më përshtypje Berat Bozhala. Mas ja ta shkun atje, tash me lot krokodili, ja. Nuk e di me çfarë qëllimi. Ai nalt edhe ti e din. Po akon mi me nga spjegu. Njëherë kisha qef me shku, mi po në burg ata, ku jenë sot, e tash po të dhimen, tash po lot krokodil edhe po thu, jo, pse, jo, që ishë ratorin këta. Po bën emisione speciale për to. Kjo është mirë që bën emisione speciale për ata që jenë hak. Pa tjetër, unë kom qef sot më në shu, mi liru. Nëse kam bo diqka, le të këthejnë në Kosovë, Prokuria, gjykata e Kosovës t'i dënon në rregullin për atë punë. A më jo atje. Miq, kjo është vite për sot, mire pasha vite radhës, Zoti ju rujt.